Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi tek Allahut, paqja e lavdërimit i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e misioneve tek pjesa e shenjave të kiametit. Tema e 9, ku kanë ardhur hadithe për shlirimet që do të ndodhin para se të dalë Dejjali. Në hadithin e Jabir bin Samura radiyallahu anhu, النافع ابن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال فأتى النبي قوم من قبل المغرب عليهم ثياب صوف فوافقوه عند الأكمة فإنهم لقيام ورسول الله قاعد. Në hadithin e Jabir bin Samura tregon nga Nafi bin Utbata se një ditë ishim në një nga betejat me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe vjen një grup njerëzish nga Magribi, pra nga Tunizia apo Maroku, vende të tilla, dhe kishin rroba prej leshit të veshura tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe atakuan atë tek një kodër e vogël që quhet Akma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ulur kurse ata ishin kam. فقالت لي نفسي اتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالون. Dhe thot Nafi bin Utbe, shko afër profetit alayhi salatu wasallam dhe futu mes tyre dhe pejgamberit se ndoshta ata duan ta hanë bes pejgamberin alayhi salatu wasallam. فقال فحفظت منه 4 كلمات dhe mësova prej tij 4 fjalë. A'uduhunna fi yadayya faqala atëre ma lexo mua, i thot pra Jabir bin Samura, i thot Nafi bin Utbe, mi lexo mua ato fjalë. Atëre tha tagzuna jazirat al-arabi fayaftah Allah. Do të luftoni, pra do të shlironi, do të futeni, pra do të luftuar në betejë në xhezirën në Gadishullin Arabik dhe do ta shlirojë atë Allahu azza wa jall. Pastaj do të luftoni kundra persëve, do të shlirojë Allahu azza wa jall Persin. Pastaj do të bëni betejë kundër romakëve, do të shlirojë ata Allahu subhanahu wa taala. Thumma taghzuna ad-dajjal fayaftahu Allah, pastaj në fund fare do të luftoni kundër Dejjalit dhe do të shlirojë Allahu azza wa jall për atë vend nga ushtria e Dejjalit dhe ndjekësit e tij. Pra nuk është kush që këto të jenë njëra mas tjetrës, sepse të parat kanë ndodhur. Pra Gadishulli Arabik ishte pejgamberi dhe sahabët e tij ku luftoi kundër gjithë idhujtarëve dhe munafikëve dhe jehudëve të asaj zone. Pastaj në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ra perandoria perse, ra dhe romakët, pra fitoi Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kjo e fundit është lufta që do të bëjnë muslimanët me Dejjalin, me zbritjen e Isait alayhi salatu wassalam. فقال نافع, pastaj thot Nafi, ja Jabirun la nara ad-dajjal yakhruju hatta tufta ar-rum. Pastaj i thot Nafi, i thot Jabir radhiyallahu anhu, thot o Jabir, neve nuk do ta shohim Dejjalin derisa të shlirojmë pra ato vendet ku i zotërojnë pra romakët. Edhe romakët dihet që ishin historia bizantine që zotëronte gjithë zonat e Shamit rreth saj. Pra Shami, Siria, Palestina, Jordania, edhe Libani dhe zonat përreth tyre.